A ja vlen e gjitha kjo, Osman? Si aktivist, si gazetar në kontekstin ku ne jetojmë dhe duket ndonjëherë, shpesh herë, sikur çdo gjë që ne bëjmë nuk ka kuptim sepse nuk ka asnjë reagim, asnjë përgjegjësi nga institucionet, apo është një detyrë qytetare e gjithë secilit për nesh dhe duhet të qëndrojmë deri në fund. 3000 herë të më pyesësh, 10.000 herë do të përgjigjem po ja vlen. Ja vlen sepse ndoshta tani nuk do ketë reagim, por do vi një moment që do plas. Nuk mund të mbaj më ujë gjëja. Do plas, një moment do plas, dhe unë nuk e di kur do vija një moment, uroj që të paktën njerëzit të ndërgjegjësohen, qytetarët të ndërgjegjësohen, nuk po e kërkoj nga ata të cilët janë të smur me kancerin. Ata kanë një betejë të madhe që po e bëjnë psikologjike e nga ana tjetër edhe me spitalin atje që nuk ka ilaçe, nuk ka pajisje. E kam tek ata njerëzit e shëndosh që kanë vendosur të jetojnë në Shqipëri, të rrisin fëmijët e tyre në Shqipëri, të reagojnë sepse reagimi i vën në presion këta. Edhe do i rregullojnë ca gjëra, sepse nesër mund të përballet X-i, Y-i, ai që sot apo dje ka thënë nuk ja vlen, unë jam i smur, pse do dalun në protestën për onkologjikun? Për ça? Po jo se mund të smuresh nesër. Numrat janë duke kapërcyer në mënyrë të frikshme nga viti në vit. Dhe edhe sikur nuk do smuresh kurrë, po nuk mund të tregosh një ndjenjë empatie ndaj këtyre njerëzve që janë duke vuajtur me kancerin, që po i lën pa terapi, në mënyrë të qëllimt, në kuptimin ata e dinë se çfarë i ndodh këtyre njerëzve.